Përshëndetje, shoqata e Zjarfikësve. Po? Kemi një rast në fshatin Orizare ku ka ndodhur një aksident, një vetur ka rarë në lum, në ndërkohë kemi edhe një person të lëndum, gjithashtu kemi edhe zjarr të një dyqan këtu afërsisht. Ju lutem nëse ka mundësi pak më shpejt vini, situata është shumë e ndalikuar. Rregull, do të jemi në koordinim me ndihmën e shpejtë me kryqin e kuq, ne të shoqata e Zjarfikësve, po do t'ju përgjigjemi. Në rregull, në ndërkohë policia vetëm se është këtu. Në rregull, faleminderit. Në ora 2:45 minuta, 14:45, kishim thirrje, pranon një thirrje prej komunës Likovës, se kishte ndodhur me në fshatin Orizare, kishte ndodhur një aksident trafiku ku kishin pësu 2 persona, njëri kishte qenë vozitës me vetur, edhe ka rënë në lum, kurse tjetri ka qenë në një objekt afarist, duke punua, duke bërë diçka, nuk e dim. Si ka ardhur vetura prej lartë për në fshat, mas pare ka godit objektin afarist, ku ka ndodhur një zjarr i vogël, por me pasojat vogla, me dëm të vogël material, edhe pastaj ka shku ka rënë në lum vetura, se ka humbur kontrollin. Për ndryshe personi vozitësin vetur ka qenë i moshës së re, afër 20 vjet, nuk ka pas lëndime të mëdha trupore, përveç se ka pas lënduar dorën edhe këmbën. Personi tjetër që ka qenë në objekt afarist ka pas helmim, ashtu themi, helmim është një ngulfatje apo helmim të vogël, por me pasojat vogla, vetëm me dëme materiale. Operacionin e krye me sukses. Ne si Zjarfikësa vullnetar prej Shkupit prej Çajirit kemi edhe degën ku veprojmë në komunën Likovës. Ju përgjigjëm thirrjes, e krye me sukses, në bashkëpunim me kryqin e kuq, qytetit Kumanovës, me autoambulancën e komunës Likovës, me policin, edhe me një ekip tjetër logjistik që na kanë ndihmuar dhe na kanë bërë. Që informoj parafolësi ose
komandanti i njësicit zjarfikseve, Zotri Artan Demiri, kishme një thirrje nga komuna e Likovës. Ju përgjigjëm, do thot me urgjencë. Në këtë u kyçën edhe ambulanca e komunës Likovës, Kryqi i Kuq Kumanovës dhe Likovës, policia, stacioni policor fshatin Mateç. Besoj që paraprakisht ju njoftoi krye komandanti me të lënduarin që ra në lumë dhe me të helmurin nga timi në objektin afarist. Aksioni u kri me sukses, kishte diçka të lëndum vozitja, po mos nuk pati aksident me fatalitet, kjo është më së miri. Pari ju përshëndes ju e si medium që keni gjetë kohë sot vini në komunë të Likovës. Fillimisht dua të falenderoj të gjithë ata të cilët janë prezent. Kjo iniciativë ishte nga këshilltari komunal Zotri Mëshir Mesini për të formuar, për të themeluar një shoqat jo qeveritare për t'ju hasur në ndihmë çdo banori të komunës së Likovës dhe bashkarisht hasëm në mirëkuptim me Zotri Artanin, me shoqatën Bajram Miftari me Seli në Çajër, ku dhe ata e shtruan dorën e mirësisë dhe u dakorduan bashkarisht që të lidhim një memorandum për bashkëpunimi dhe komuna e Likovës së bashku me këshilltarët komunal, me administratën komunale, me bashkësitë lokale, me shoqatët qeveritare dhe me të gjitha autoritetet në komunën e Likovës të bëjmë atë më të mirën për banorët tanë. Kështu që institucioni komun së bashku me shoqatën Bajram Miftari dhe me degën e saj në komunë të Likovës Karadaku, ku do t'i prinjë këshilltari komunal Zotri Mëshiri, gjithashtu në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me stacionin policor në Mateç, gjithashtu në bashkëpunim me qendrën regionale të zjarfikseve në Kumanov, të cilët kanë obligim ligjor që ta mbulojnë komunën e Likovës dhe me të gjithë ata të vullnetit mirë, do jenë vullnetar, ku edhe unë do jenë pjesë e kësaj shoqate që rast nevoje të jemi krahë tyre. Faleminderoj të gjithë për aksionin e sotshëm dhe dha Zoti që mos të kemi kësi lloj ndodhira, por në rast se ndodhin të jemi krahë i gjithë secilit.